Si ta bëni make-upin e maturës nëse keni fustanin e kuq. Do ja tregoj si ta bëni hap pas hapi. Për fondatin do përdor këtë të Kylie, është ky Skin Tinti, concealer i Marios për të mbuluar rrafët e syve. Dhe një vend tjetër që ka nevojë për mbulim, një cream bronzer dhe liquid ose cream blush. Tani do e bëj blend të gjithën me një sfungjer. Tani që kam hapur të gjithën, do vendos një concealer më të hapur poshtë syve në të gjithë vendet që dua më shumë ndriçim. Pastaj do i bëj set me setting powder. Do bëj set të gjithë fytyrën. Powder bronzer dhe powder blush. Highlighter. Më shumë setting powder këtu poshtë. Plotësova pak formën e vetullës, tani vendosa concealer të pjesa e syve. Kam një si fillim me një ngjyrë kafe dhe unë fustani maturës e kam pasur të kuq. My prom look është një nga my favorite që kam bërë te vetja. Unë për matur pak a shumë kam bërë my everyday makeup look. Thjesht kam shtuar më shumë produkt që të më zgjaste sa më shumë. Po dhe ky make-upi shkon shumë me një fustan të kuq. Po vendos powder bronzerin sipër. Me një flat brush dhe concealer do krijoj një formë harku dhe do e sfumoj shumë lehtë. Bëj set me këto dy ngjyrat këtu. Duhet të duket diçka e tillë. Disa xhixa të ngrohta këtu në mes, duke i çuar për lart. Të njëjtat ngjyra të pjesa poshtë syrit. Flat brush dhe një eyeshadow kafe. Bëra një eyeliner shumë soft dhe të gjatë që të bashkohet me çerpikët falco. Të njëjtën gjë edhe këtu brenda syrit. Mund ta pastroni me pak concealer poshtë që të duket sa më e pastër. Lyva syt me rimel poshtë dhe lart dhe vendosa këto çerpikët individuale të Essence, vetëm këtu në cep të syrit. Te buzët kam vendosur lapsin Golden Rose dhe po vendos të ëmbël në mes. Po vendos blushin në fakt. Mos harrojmë gjithmonë ta përfundojmë me një setting spray. Ky është dhe make-upi i përfunduar. Më thoni në komente si ju duket.